jam 100% fan si ndalesave, sepse ndalesat edhe nga aspekti psikologjik, çdo gjë që është ndaluar nxit interesimin e përdorimit, po ashtu edhe për efektin tjetër që diçka që është ndaluar 3 vite me vonë, 5 vite me vonë, ty të lënë mangët nga aspekti i përdorimit të saj. Dhe madje këta fëmijë që janë 15 vjeçar, 5 vite me vonë bëhen 20 dhe pastaj janë të gatshëm për tregun e punës, dhe nëse dëshirojnë me punu me dikë që veç ka qenë duke përdorur për 5 vite, patjetër që do mbeten më prapa. Pra duhet me analizu gjitha all sides of the coins, do të gjitha mënyrat që me analizu drejt nëse një ndalesë është e hajrit apo jo. Normalisht që përdorimi i internetit ka rritë edhe nxitjen e pajisjes, nxitjen e aplikacioneve, tash po e shohim që edhe inteligjenca artificiale është këtu me ne, po bashkëjetojmë, pra nuk kemi të bëjmë vetëm me teknologji, ne shumë shpejt do kemi komunikim direkt edhe me robot ndryshëm, që patjetër që do e zvogëlojë edhe komunikimin me njerëz, dhe kjo do jetë shqetësuese, por krahas evolucionit do ta quaj, për mos me quajtë revolucion, normalisht që vinë edhe ndryshimet që quhen ndryshimet kohës, që ne si shoqëri, si njerëz, na duhet me u përshtat një farë mënyre që me gjetë një bashkëjetesë me ta. Domethënë bashkë me rrjetet sociale, bashkë me inteligjencën artificiale, që mos me qëndru të mangët, mos me qëndru me ndryshe nga një shoqëri amerikane, nga një shoqëri gjermane, disa të mira që ne sot i kemi që shumica e fëmijëve 5 vjeçar, 6 vjeçar, 7 vjeçar sot flasin gjuhën angleze shumë rrjedhshëm me një theks autokton që ne tjerët më të vjetër ose dash me jetu ose më punu atje, ose me lind, ose është dash me pagu me vite tëra për me mbrit atë lloj.